Pas ditën e sotme vëllai i madh ka futur në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, Big Brother VIP4, një zarf të bardhë. Rozana, Laerti, Gjesti dhe Egli do të flasin për njëri tjetrin, secili me radhë do të argumentojë se pse bashkëfinalisti tjetër nuk duhet që të fitojë këtë edicion të reality show. Vëllai i madh u kujton 4 finalistëve se ky është një moment reflektimi për ta parë lojën e tjetrit me sy kritik. Gjithashtu edhe një provë tjetër e sinqeritetit dhe guximit për të folur hapur. Egli për Laertin u shpreh, ti je një njeri shumë i formuar dhe i arrir në jetë, artist, por mendoj se nuk është ky Laerti në 100% e vet, pra totalisht i lirë, pa një barrierë, pa një fasadë. Loja me Valbonën, ta kam thënë edhe më përpara, nuk po ta them sot, nuk mendoj që ke ndjerë vërtet ti thuash të dua apo të kesh diçka me të jashtë kësaj shtëpie, diçka serioze. Pastaj edhe fakti si ndodhi puna e nominimit. Loja me Rozanën mendoj që ka qenë një lojë strategjie për të bërë të gjitha debatet deri ditët e fundit.